Ndodhemi në zonën e Cakrit, fshati Varibop. Sot është ditë e parë që fillojmë përpunimin e ullirit. Sezoni i si vjetër me sezon rreth 40% më pak, sepse fermerët nuk kanë pasur edhe mundësi që t'i vinë në ndihmë ullirit me punën e tyre. Duke këtu i shërbet ullirit me plera organike, sepse ata nuk kanë, duke mos shitur vajin e ullirit, nuk vinë dot, nuk kanë mundësi financiare për të shërbyer. Dhe ndodh dhe ky fenomen i klimës në kohën që ulliri lulëzon nuk do të bjeri të ketë lagështi, pasaj dhe thatësira ndikoj shumë, që të arrim neve disa kritere që t'i bashkëmigjitemi Evropës, duhet të plotësojmë ca kushte. Këto kushte fillojnë gjithë e rrënje ullirit. Që të marrim një vaj më cilësor, më organik, duhet filloj certifikimi urgjentisht, ose matrikullim për çdo rrënjë ulliri, që fermerit të marrin subvencione që t'i vinë ndihmë ullirit t'i shërbej punës tia. Dhe duke arritur këto kërkesa që fermeri ka dhe fabrikat, ne kemi rritur një farë cilësie nga pastërtia, nga pajisjet, që të nxjerrim një vaj sa më të mirë, që edhe ulliri dhe vajt përpunohet me ujë të ftohtë, që të arrijmë ca kriteret më të larta, si gjithë Evropën. Duhet edhe ndihma nga shteti për fermerin, kryesisht. Duke pasur një dorë të fortë që ata të marrin ca subvencione që të punojnë tokat, të punojnë ullirin, ta krahasisin ullirin, ta plerojnë ullirin, pati një gërë shumë të madh për tërë Shqipërinë, jo për zonën tonë, për tërë Shqipërinë. Na shen duhet ndryrja edhe nga ministria dhe tëra instatat që të vinë ndihmë për këtë lloj sektori, sepse një, ti themi 70-80%, mos themi 100% e zonës ku ne jetojmë, këta ushqehen me këtë frut, dhe duhet ndihma që të arrijmë në ato nivele që neve pretendojmë. Duke arritur cilësinë edhe unë e përpunimit tu, do të thotë që shërbimi do të jetë 10, si për mua dhe për fermerin. Ka një kërkesë nga tregu i huaj këtë vit? Ka kërkesë nga tregu huaj këtë vit. Problemi është, janë këto kritere që thamë pak më lartë, ata kërkojnë certifikat organike. Që qa kuptojmë e certifikat organike? Kuptojmë me qa ha bima, me qa spërkatet bima, me qa ushqet bima. E këto, pandaj duhet kjo dorë, që themi ne që vendoset një farë rregull, një farë standardi për t'i gjithë. Këta e ben vetëm shteti. Fermeri përpiqet, na mëngjezim darke, që arrihet që fruti marrin e sot, dhe qoftë edhe me qenë që kemi rastin t'i urojmë një sezon sa më të mbarë, dhe fermerëve dhe fabrikave të vajt, kudo që janë për Shqipëri, qoftë i vit i mbarë dhe mbarësi për t'i gjithë. Mi chiamo Vincenzo Ferri e faccio parte della Macchinolaria Ferri, situata in Andria, in Italia. Siamo qui a Varibop per presentare questo frantoio, dove abbiamo montato macchine di ultima tecnologia con display, controllo temperature e molto altro. Queste macchine sono state prodotte tutte in Italia e sono di ultima tecnologia. Siamo qui a presentare un gruppo grammole composto da 5 elementi da 700 kg, un decanter Alfa Laval, 2 centrifughe Alfa Laval, tutto prodotto in Italia, revisionato da noi e controllato. Ora siamo qui per il test finale delle olive e inizieremo la produzione dell'olio.
unë jam një fermer i njësisë administrative Fragull e Madhe. Duke marrë vesh se ky shoku jon Hakiu ka bërë një fabrikë të mirë, e ka motor dhe italiane dhe cilësore, ne erdhëm këtu sot për të parë nga afër komplet procesin e prodhimit, për të marrë një vaj cilësor. Si fermerë që jemi trajtuar nga ligji 7501 i Shqipërisë, kemi dhe ne tokë bujqësore. Dhe para disa vitesh, 10-15 vjet, menduam që këtë tokë të mbyllim me drurin e ullirit, duke parë si fitim prurës. E kupton? Dhe sot kemi disa vite që merremi me këtë dru frutor, po nuk jemi të kënaqur, me fjalë, nuk flas për veten tim se ka një drejtim tjetër, po flas në përgjithësi për të gjithë fermerët, edhe të njësisë administrative të Cakra gjithashtu, po edhe të njësisë tonë në Fragull e Madhe e Mëgjerë. Ka shumë problem. Problemi madh është marketingu, shitja e vaj. Të gjithë fermerët kanë nga pak vaj dhe kanë të depozituar në shtëpira, nuk kanë mundësi shitje, sepse nuk ka treg. Çmimi është shumë i lirë, që nuk ja leverdis me plerat kimike, me punëtore, me njërin e tjetër, nuk ja leverdis që ky me këto çmime minimale ta shesi. Drejtoria e bujqësive do t'japi disa favore fermerëve, t'u japi favore për certifikimin e ullimeve, për subvencionimet e njërin e tjetër. Po dhe kushtet, vapa e madhe, sistemet ujitse nuk kanë sistem ujitës, ulliri është një bim që do dhe vaditje. Do vaditje që të japi dhe rendiment të mirë, të japi dhe cilësinë e vajtë të tëra. Shteti duhet të hapi disa, ose duhet të dalin njerëz që të certifikohen, të hapin magazina për mbledhjen e prodhimit, që tjetë edhe një prodhim tjetë i certifikuar për në komunitetin evropian. E di që e bie direkt ullirin këtu te fabrika, ta leri këtu dhe në fund të marri legët. Zgjedhur këtë fabrikë se gjithnjë na për vit kemi marrë vaj të mirë këtu te kjo fabrikë edhe vim se na pëlqen vaj, na pëlqen njeriu i fabrikës, i kemi të tëra të mira. Si vjet, po thuaj se gjysma e prodhimit vjerëm. Edhe koha, ndikon dhe koha, se që thacir, radhe shi në lule, në konë që lidhi lule në lirë a shi. Janë shumë gjera, po prap, vajt e vjerëm kemi akoma pa shitur, pa vaj vjerëm. Nuk shkon. Ju sa vaj keni prodhuar vjetë? Ne vjetë kemi bërë 3 tonë e gjysmë vaj. Kemi shitur gati 1 tonë, janë tjerat pa shitur. Po si shit vaj, me se di blejve, i plerat, punimet, që do ulliri, janë shumë gjera, janë shumë faktor që vinë. Zona jonë me ulli meret me shumë ta, se ajo të prodhohet, se s'ka, pos pati vaditje, s'bën do t'as misër, as grur, asje. To që ne shikojmë nga Perëndia, që atë bëjoj. Gjitha të ardhurat kryesore? Gjitha të ardhurat kryesore, e në ulli, Në më thënë, toka tonë janë 80% mbjella ulli, 80%. Po, eksporti është, po ku ka eksport këtu? Se duhet certifikuar ulliri, duhet certifikuar vaj, duhet certifikuar tëra këtu, s'ka asnjë.